Spitali i Lushnjës ka filluar spostimin e reparteve për të liruar godinën numër 3, e cila do të rikonstruktohet. Kemi spostuar repartin e patologjisë, repartin e infektivit, repartin e urgjencës, jemi duke spostuar repartin e kirurgjisë dhe reanimacionit, sallën e kirurgjisë dhe repartin e radiologjisë, që janë akoma për të spostuar. Në fillim të muajit tetor, ne lirojmë kantierin dhe firma sipërmarrëse do filloj punimet të cilat kanë një afat shumë të shkurtër për përfundimin, përfundojnë brenda vitit 2025 dhe njëkohësisht krahas kësaj edhe godina tjetër numër 6 ku kemi shërbimin e maternitetit, ginekologjisë, sallën e ginekologjisë, pediatrin, një repart shumë i rëndësishëm, është në fazë projektimi për të rikonstruktuar edhe godina numër 6. Për sa i përket fazës parë për godinën numër 3, në këtë buxhet është i përfshirë dhe pajisja me aparatura, e cila përfshin një fond 40 milion lekë të reja, që do rigjeneroj aparatura për shërbimet të cilat i kemi dhe duhen bashkohore, brenda atyre shërbimeve që ne ofrojmë sot për qytetarët. Mendohet një grafi digjitale, pajisje të tjera, monitor pacienti, defibrilator, aparate EKG-je, eko të ndryshme për reparte të ndryshme, do furnizohet spitali me pajisjen në të gjitha shërbimet e tij. A do kenë më shqetësim qytetarët nëse Spitali i Lushnjës do pajiset me pajisje të reja për të shkuar drejt spitaleve rajonale, apo do jenë të njëjta situatë, por këto do jenë vetëm thjesht për urgjencat? Atëherë, statusi i Spitalit të Lushnjës është spital bashkiak. Dhe në kuadrin e këtij statusi, Spitali i Lushnjës do ofrojë ato shërbime që i përkasin Spitalit bashkiak. Shërbimet që merren në spitalin rajonal dhe spitalet terciare, Spitali i Fierit, Spitali Memorial, Nën Tereza, ato shërbime do vazhdojnë të merren atje. Do të ju falenderoj. Ju falenderit ju.